Vazhdon avazi I vjetër me hedhjen e mbeturinave vend e pa vend në Kërqovë, fillimisht në afërsitë të fshatit serbian, pastaj në fshatin Cer, e këto ditë ato me kamiona hidhen në fshatin Popoec, Ivanqisht, Elkoec dhe mbi fshatin Izvor, pikërisht ku është duke u ndërtuar autostrada Kërqovë-Ohër. Për këtë kanë reaguar banorët e fshatrave përreth, duke kërkuar nga autoritetet që të pastrohen menjëherë këto deponi ilegale që po krijohen. Për 3 ditë, 3 fshatra Maqedonas po heshtin, por unë jo, kështu nuk mund të kuptoj deri kur mund të vazhdoj kjo. A për këtë votuan, nënt kamion me mbeturina nga komuna Leci janë shkarkuar në përvjet Ivanqishtës dhe Elkoecit. Mbeturinat tani janë mbuluar me 2 kamiona dheu, pastaj do të shkojnë në lumin Treska dhe nesër do të hani peshk nga lumi Izvor. Deri kur kështu, a do të na çmendni? Kujt mendoni se po ja mbyllni syt? Vetëm po gënjeni. Kjo qenë nga zhvendosja e deponisë që premtuat, më mirë të mos e kishi zhvendosur fare. Ndërkaq, disa orë më vonë reaguan edhe nga fshati Popoec. Ja, përshëndetje edhe për patriotët nga fshati Popoec, që të mos mbeteni as ju pas, as ne, as të gjithë. Përgjigjja do të jetë, qytetarë të papërgjegjshëm kanë hedhur mbeturina. Tani ju mbetet të këndoni, kur veriore, vetëm Maqedoni. Për këtë ne kërkuam qëndrim nga komuna e Kërqovës për të parë se a është ndërmarrja komunale komunalec përgjithëse, por kryetari I komunës Aleksandr Jovanovski mohon kategorikisht të ketë lidhje me këtë situatë. Rasti është raportuar në polici, presim të zbardhet rasti, nuk ka lidhje me komunën. Ne përmes një thirrje publike I dërgojmë mbeturinat në deponinë rajonale Rusino. Kemi dërguar mekanizëm për të pastruar atë që është hedhur ilegalisht. Megjithatë, qytetarët thonë se kanë parë kamion të ndërmarrjes komunale duke dërguar atje mbeturina. Kujtojmë se Kërqova me këtë problem përballet prej vitesh që njëjta situatë ndodhi edhe me udhëhecim paraprake.